Po, spari duhet me saktësu që natyrisht për secili ligj duhet me ekzistu një instancë objektive, pra e paanshme interpretimi. Dhe nuk mund tash secili prej neve mund me pas mendim. Po nuk është secili mendim interpretues i vlefshëm në aspektin ligjor. Për shembull, ne të flasim këtu për ligjin për qeverinë ose cilin do ligj tjetër, e lexojmë qysh neve po na merrmendja, po kjo përfundon që në muhabet mes nesh apo jo. Nuk ka veprim, nuk ka efekt në institucione shoqërie kështu me radhë. Kur njerëzit që janë të mbeshur me pushtet merren me interpretim të ligjit, atëherë kjo mundet me pas efekt. Kur njerëzit që janë të mbeshur me pushtet e interpretojnë ligjin në mënyrë të caktuar dhe pastaj veprojnë sipas interpretimit të tyre, po e ekzekutojnë, atëherë kjo vjen që ata e sundojnë ligjin. Se i kam dëgjuar që arbitraritet. Po, i kam dëgjuar që po thonë që për shembull ky është interpretimi i Albin Kurti. Albin Kurti po thotë çështo kryeministri. Edhe u interpreton çështo ligjit dhe ai po vepron sipas saj. Jo, ai s'po interpreton. Ai po ekzekuton. Çysh për aty pja mërmendja. E tash para menotit në situatë, për shembull kur shoqëni secili prej neve e ekzekutojnë ligjin çashtu që neve na e mërmendja. Ç'a është bu? Atë çfarë ka ose është bu? Se secili prej neve ka një lexim. Disa qellojnë, disa qellojnë, çrëndsi ka. Po ai po ekzekuton. E që duhet me bëj ndarje për mendimin tim. Pra Albin Kurti po vepron sipas mendimit të tij për ligjin. Që i vjen Albin Kurti po e sundon ligjin pavarësisht çka thot ligji. Po në fakt ai gjatë këtyre 4 vjetëve, ndoshta edhe më herët, po gjatë këtyre 4 vjetëve si kryeministër me një qeveri të tij të fuqishme në kuptimin e numrave në kuvend, ka treguar që nuk e njeh ligjin. Apo ndoshta e njeh, po ai thjesht do ashtu. Ka provu, ka bërë 11 ligje antikushtetuese. Edhe ky interpretimi tash, mendoj që po shkon në frymën e çasaj paditurisë së tij juridike, që në fakt ka nxjerrë një ligj për qeverinë, i cili tash ja u ka kurthuar edhe komt edhe më shumë. Saktë. Pra e ka nxjerrë një ligj për qeverinë, të cilin e ka lëvizur. Pa janë kaq të padijshëm, me qëllim i bajnë për shkaktu dëm, që ta nuk e ka më në shumë të qartë, duke qenë se nuk i njeh shumë personalisht, e ju i njihni edhe personalisht. O të dyja janë vërteta. Të dyja? Janë përjashtuese njëra tjetrën. Edhe i padijshëm edhe tash akles njëkohësisht. Dhe tash çfarë pse mendoj që të dyja janë vërteta. Për shembull, padituria vjen në shprehje kur e kanë shkruar ligjin dhe s'e kanë kthyer në mendje. Pra s'ka mund me para pa çka mund me prodhu çaj në një ligj. Ose o shkru ligji përmes një, si me thonë kështu, një veprimi ose mendimi me një etik të lartë politike. A dhe sa me thonë që qëre na për shambull qysh e bojmë një ligj i cili nuk në të mendon të neve, pa e parapa një situatë ku mbase qaj ligj, mund të ty më të dëmdu. Si që për i dëmëton tash, si që kanë kuptu tash që në fakt ligji që e kanë miratu vetë, nuk pjo për shtatet. Sepse se kanë para pas situatën. Kraki tha s'bën ky ligj, ta duhet me te kalu. Po pra, dhe tash kur e kanë kuptuar që ligjin që e kanë shkruar nuk pju përshtatet atyre në situatën e caktuar, çka kanë zgjedhur, ata kanë thonë, a diçka e injorojnë këtë ligj. Bile edhe çomi do thonë ky do të mundru. Ky ligj. Po mirë. Një sen duhet me pas parasysh. Pavarësisht ta kupton ajo kështu në kuptimin profesional. Një gjë që na e dim gjithë si qytetarët e Republikës Kosovës është që për sa kohë që ligji në fuqi, cilin do vend botës, është në fuqi, ti dush me zbatu. Ai mund të jetë i padrejt, mund të jetë i papërshtatshëm, i ka 100.000 metra. Derisa nuk ndrodhet, ai është në fuqi. Apo